Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në SPAK për të zbatuar masën e sigurisë, detyrim paraqitje lidhur me çështjen e njohur si Partizani. Përpara gazetarëve, Berisha e cilësoi akuzat që rëndojnë mbi të si shpifje dhe politike, duke theksuar se qëllimi kryesor është goditja e figurës dhe liderit të opozitës në vend. Ai deklaroi gjithashtu se është i gatshëm të përballet në gjyq me kryeministrin Edi Rama, për të cilin pretendon se ka nën kontroll drejtësinë. Po më thirrri gjykata, do shkoj me kënaqësi dhe t'ja bëj e merr vesh të ta bëj. Let vi, po të doj. Let vi. Dhe me tjetë me kamera, ta shojnë të gjithë shqiptarë. Të dalim ballafaqohemi. Po s'vjenaj. Ai nuk vjen. Ai nuk këta i shumëzon me zero, i ka si ushtar. Po e thirrën, unë e vlerësoj, atë do shkoj patjetër. Edhe fakti nuk më kanë thirrë se po të trasë shkoj, nuk kam problem. Gjatë deklaratave për media, Berisha nuk i kurseu ironitë dhe kritikat ndaj prokurorëve të SPAK-ut, kryeministrit Rama dhe Ergy Sagaçit. Maneku, Gjoka, Dumani e të tjerë festonin. Gysi festonte se asnjë mandat ndërkombëtar nuk është të lëshuar për arrestimin e tij. Gysi, Gjoja është në kërkim. Ai në fakt rrugën më të shpesh që bën për në Surrel. Edi Rama dhe Altin Dumanin nxorën të pafajshme Irenën me 5 mbiemra. Ai përmendi në mënyrë të veçantë gjyqtarin Irena Gjoka, duke vendosur atë në qendër të akuzave për politizim dhe ndikim mbi vendimet e çështjes. Irena Maneku, sipas dokumentave, Gjoka Dumani, sipas dokumentave që kanë paraqitur këtu, është zbuar 2 herë nga Greqia, sepse ka falsifikuar dokumenta dhe jo vetëm dokumenta, po ka falsifikuar edhe kombësinë e saj. Ka shkuar me dokumenta dhe me vizë të falsifikuar, çka dënohet si akt, por ka shkuar edhe me kombësi të falsifikuar, mbasi është paraqitur si minoritare në një kohë kur ajo është myzeqare. Në ndjekje të çështje gjyqësore, gjykata administrative e Janinës e ka dënuar me 1 vit burg për falsifikimin. Sipas Berishës, çdo masë e marrë ndaj tij nuk ka lidhje me faktet apo përgjegjësitë ligjore, por synon të dobësojë pozicionin e tij politik dhe të friksojë strukturat e partisë.